Kuvendi ka nisur seancën plenare me debate këtë të hënë pasi seanca e parashikuar për të njëjtën e kaluar nuk u zhvillua. Deputeti i PD-s Gazmend Bardhi ju drejtua kryetares së Kuvendit Elisa Spiropali duke i thënë se kjo e fundit shtyu punimet e Kuvendit për të ngrënë drek në Greqi pasi nuk ishte në Ukrainë siç pretendoi. Seanca plenare do duhet ishte mbledhur të njëjtën ashtu siç seanca plenare ka vendosur kur ka miratuar kalendarin dhe programin e punimeve të Kuvendit. Juve na thatë se kishit një angazhim shumë të rëndësishëm në Ukrainë. E vërteta është që të nuk ishit në Ukrainë, ishit duke ngrënë drek në Greqi. Madje këtë na e bënit me dije edhe gjithë deputetëve dhe të mbyllësh Kuvendin e Shqipërisë për ta trajtuar atë si shtëpinë tënde personale, për të ngrënë drek në Greqi, jo vetëm nuk është e mbështetur në rregulloren e Kuvendit, por është një arrogancë që kalon kufit e sjelljes tuaj të përditshme dhe normale. S'dyti, po ne nuk kemi dhënë aprovimin për miratimin e kalendarit të punimeve të Kuvendit, se dhe pse jemi një muaj nga mbyllja e kësaj legjislature, ju mbani të kyçur në zyrtarin tuaj plot 60 nisma të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Spiropali ju përgjigj duke i thënë se arsyeja pse seanca plenare u shty nuk ishte pjesëmarrja e saj në samitin e Odesës, por angazhimet e një pjese të mirë të deputetëve. Më vjen mirë që më ndiqni hap pas hapi zoti Bardhi në aktivitetin tim në rrjete sociale, por po ju informoj që siç diskutuam në mbledhjen e konferencës së kryetarëve të datës 9, seanca nga data 12 në datë 16 nuk u shty për arsye të pjesëmarrjes time në samitin Ukrainë-Europa Juglindore, por u shty se shumë deputetë të tjerë kishin mungesa në aktivitetet të tjera. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Niko Peleshi tha se opozita nuk merr pjesë në komisionet parlamentare dhe pavarësisht kësaj pretendon se nuk po merren parasysh propozimet e tyre. Por kemi punë shumë përpara, sepse janë rreth 20 akte për të miratuar edhe më lejoni t'ju kujtoj të nderuar deputet të opozitës që parlamenti nuk fillon dhe mbaron në këtë foltore, nuk zhvillohet vetëm ditën e njëjtë, por gjatë gjithë javës. Ju nuk jeni në komisione, kjo është e vërteta. Dhe nga ana tjetër kërkoni pastaj pse nuk futen nisma të tjera, pse nuk shtohen projekt ligje. Dakord, hajde shtojmë të gjitha, kemi 20 projektakte për 2-3 seanca, t'i bëjmë 40 po të doni, por duhet mos flisni nga vendi. Dikush duhet punoj, dikush duhet vinë në mbledhje, dikush duhet të jetë aty jo vetëm për quorum, po edhe për të marrë pjesë në procesin e miratimit të projektakteve që siç e thash nuk fillon këtu, fillon nga komisionet. Ta dini edhe të gjithë shqiptarët, Partia Socialiste, grupi parlamentar i Partisë Socialiste e bën vetë gjithë procesin në mungesën tuaj. Ju bëni vetëm këtë seancën tuaj të zakonshme të procedurës, të fjalës për procedurë dhe të diskutimeve jashtë rendit ditës totalisht. Është e drejta juaj ta ndërtoni vetë politikën si të doni, por ama duhet ta dinë edhe të tjerët, edhe qytetarët, edhe ata që nuk i ndjekin punimet e komisioneve, përgjithsisht ata që janë të interesuar i ndjekin, ju nuk vini në komisione. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka vjoj debatin duke thënë se Spiropali do të zëvendësohet në sesionin e ri parlamentar nga deputetja e zgjedhur e Elbasanit Sara Mila. Ju e keni kthyer parlamentin në një noter të çdo akti që vjen nga sultani, por ky nuk është misioni dhe funksioni i këtij parlamenti zonjë. Dhe po ju them një gjë, harrojeni, ky parlament nuk është dyqani juaj, që hapet dhe mbyllet kur të doni ju dhe funksionon sipas tekave dhe interesave tuaja. Ne e dim që nga data 11 maj ju keni problem funksionimin e parlamentit, sepse demaskimi i farsës, siç e keni qef ta thoni ju, me zë dhe me figurë, ju ka krijuar problem dhe stres. Sigurisht vjeshta vjeshta ikën bashkë me vapën dhe do vi Sara aty të zërë vendin tënd, përpiqu të ruash dinjitetin. Deputeti Dashnor Sula tha se si PD ashtu edhe PS po luajnë teatr në parlament. Ai u ndal edhe te raportimet e krerëve të institucioneve të pavarura të drejtësisë, si dhe zgjedhja e kreut të ri të SPAK-ut që parashikohet të ndodhë në fund të vitit. Dhe unë shpreh
shqetësimin si që ngritën dhe kolegët e opozitës, pavarësisht që kam edhe një këndvështrim ndryshe përballë teatrit të cilët vazhdon të luhet në këtë parlament dhe shqetësim kaq i madh që ngelin 60 nisma për javën e fundit, për muajin e fundit, një kohë që nuk janë realizuar. Kjo është për ta keq. Dhe shqetësimi më të madh të cilin unë kam dhe që po e them edhe për ato kolegë të cilët nuk do jenë në legjislaturën tjetër, po edhe për ju që do jeni në legjislaturën tjetër dhe që ju ka paralajmëruar dhe përpara, sigurisht në momente të caktuara, në çaste të caktuara vendimtare, PS-ja dhe PD-ja, sigurisht prisni dhjetorin kur përfundon mandati krejt të organizatës kriminale Skapit, e cili do shikojmë xhevahiret këtu në këtë parlament. Dhe sigurisht, unë kam të rejtë vëmendje ju zonë kryetare, edhe vitin e kaluar, për të gjithë miratimin e rezolutave dhe për gjithçka që institucionet e pavara kushtetuese do duhet që të raportojnë në komisionet e posaçme parlamentare, sepse rregulloria e kuvendit ka përcaktuar mjaft sakt që brenda muajit qershor, që është afati maksimal, çdo institucioni pavarë do duhet këtë mbaruar raportimin dhe do duhet këtë ndalur rezolutat nga Kuvendi i Shqipërisë për shkak që të vijnë në dispozicion institucionet pavara për përmbushje detyrat, rekomandimet të Kuvendit të Shqipërisë, gjë e cila nuk është realizuar. Pavarësisht debateve, Spiro Pali kaloi për votim miratimin e kalendarit të punimeve nga data 19 qershor deri në 8 korrik, kalendar që u miratua me votat e mazhorancës.